Mirëmbrëma, mirë se erdhët edhe sonte në Pak nga të gjitha. Jemi së bashku në këtë mbrëmje të sejntes në Pak nga të gjitha, në një format i cili do të sjell të tjerë të ftuar dhe natyrisht do të sjellim edhe kujtime të bukura kur bëhet fjalë për një ngjarje të rëndësishme siç është ajo e 8 dhjetorit. 35 vite më parë, të rinj shqiptar janë bërë bashkë për të sjellë ndryshimin në një vend që sot e në ditët në vijim pritet të kthehet në një pjesë të familjes së madhe europiane. 35 vite më parë, studentët, të cilët sot njihen si studentët e dhjetorit, sollën ndryshimin e madh. U bën bashk, jo vetëm për kërkesat e tyre ekonomike, por edhe për kërkesa politike. Unë sot kam kënaqësinë të ndaj dëshmi të rinjve korçar, të cilët ju bashkuan këtyre protestave disa ditore dhe natyrisht sot vinë si dëshmitar të një kohe të largët me ëndrrën e madhe për një Shqipëri europiane. Kam kënaqësinë që për herë të parë në këtë format televiziv të sjell një qytetar korçar, të cilin në fakt e njohim edhe për zërin e tij, është një artist që e do shumë muzikën dhe serenatën korçare. Por ndoshta pak nga ju e din që ai është një prej dëshmimtarëve dhe të rinjve korçar që u bashkuan këtyre protestave. Tefik Aliolli vjen për herë të parë në Pak nga të gjitha. Tefik, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta, kënaqësi që më ftuat në studio. Po ndërkohë pas pak do të na bashkohen edhe disa korçar të tjerë që sot prej shumë vitesh jetojnë larg qytetit të Korçës, larg Shqipërisë, por që janë dëshmitar okular të asaj ngjarje. Tefik, çfarë përfaqëson për ju data 8 dhjetor? Faktikisht, jo data 8 dhjetor, po viti 90 ishte viti ndryshimeve të gjithanshme në komplet Europën lindore, në komplet atë të ashtu quajturën vendet ish komuniste. Dhe çdo gjë kishte lindur, ishte zhvilluar apasapi që nga Polonia, Çekia, Hungaria, Gjermania lindore, normale, rrëzimi i murit të Berlinit. Rumania ishte një shumë e rëndësishme, një zhvillim shumë i rëndësishëm i revolucionit të studentëve të Rumanisë. Ata varën Ceaușescu. Domethënë që ishte më i vrullshmi dhe normal ndikime do kishte edhe në Shqipëri. Dhe nuk diskutohet që kur kishte ndikim në Shqipëri, i gjithë ky vrull zhvillimi i ish vendeve komuniste për të kthyer në vende të zhvillimit kapitalist, normal që do kishte edhe tek ne, por tek ne nuk diskutohet që hapin e parë do ta merrnin studentët. Sepse ata, të themi të vërtetën, ishin, domethënë, shtresa që lexonte, që studionte. E kuptoj. Dhe ishin më afër ndryshimeve, nuk diskutohet që ata ishin më afër këtyre ndryshimeve që ndodhin në Evropë. Sidomos, një pjesë shumë e mirë e pedagogëve tanë kishin dhe mendime të përparuara në atë kohë. Mendime që ishin kundra regjimit ton diktatorial. Tefik, ju keni qenë student në ato vite? Tek Fakulteti Gjeologji Zeror. Gjeologji minierave dhe studioja për gjeologji zerore. Pra, mund të keni qenë rreth moshës 20-21 vjeç. Isha fiks 22 vjeç. 22 vjeç. Sa po më tha që kishim edhe pedagog në fakt avangard në ato vite. Arrinit ju lehtësisht të komunikonit me pedagogët, të ndanit të mendime, duke patur parasysh që ndryshimet ende në Shqipëri nuk ishin ndjerë për i të vërtetës? Mund të them që disa prej tyre na flistin, ndoshta mund të ishin të futur edhe nga ekzistonte frika që mund të ishin edhe... Jo, mund të ishin edhe të futur, por ama na flisnin, jeni ju dakord me këtë lloj regjimi që jemi tani? Dhe ne i theshim ne që ishim
të pastër që nuk ishin frikë, ne i theshmi jo, s'jemi dakord, po çfarë të bëjmë? Normale që ishin një prej tyre, për shembull, unë e di shumë mirë se na mbitet gjithmonë tek liçeni me këta shokët e ekonomikut, shokët tanë Korçar, të ekonomikut na mbitet Gramos Pashkoja, që na fliste. Pra përpara se sa lëvizje studentore të shpërthenin, ju pak a shumë kishit filluar. Përveç asaj ishte edhe një qube të kartet, një refleksione në shtator. Çfarë ishte kjo? Refleksione. Ishte një emision prej 3 edicionesh, refleksione. Qëllimi i refleksioneve kush ishte? Ishte që në aspektin e ndryshimit të regjimit diktatorial. Pra ka pasur lëvizje të para, themi. To kanë qenë hapat e para. Më shumë ka patur nga bota jashtme. Nga jashtë, po. Ndikimi i madh ka qenë nga bota jashtme. Pra ju keni marrë të themi zemër edhe nga po, normal. Të rinjtë nga vendet e tjera, nga Rumania kryesisht. Sidomos unë di të them që ne të fakultetit gjeologjisë ishin pak më të guximshëm jo. Ne ishim më të guximshëm, aty desha dilnja, ishim më të guximshëm, sepse ne vinim nga një stres, ose ish pronar, ose të përndjekur, ose që na ka dalë shkolla me vonesë. Pavarësisht nga nota që kishim në shkollën e mesme. Kishit pak zemrat të fshehur, kështu që kishit pak më tepër guxim se të tjerët. Po. Pra aty filloi, themi tek fakulteti juaj filloi. Kjo është e vërteta dhe unë di të them që i pari se ne kemi filluar faktikisht për mungesë dritash, mungesë ushqimi, pak kënaqësirat kështu ishin. Kushtet vështira. Pak kënaqësirat ishin kështu. Dhe në mos gaboj ajo ditësht unë ndoshta do më thënë me detaje nuk dua të ndërhyjun se do të flasin ndoshta kolegët më pas. Do të flas Andi Demirazi, i cili ka qenë i pari, po them. Iniciatori i parë tek qyteti studenti, por njëkohësisht edhe iniciator të tjerë, po përsëri nga fakulteti jon, midis tyre beja pjesë dhe unë. Dhe filloi domethënë pak kënaqësirat, ishin kështu, mungesa e dritave. Andi Demirazi për shembull, kur ne s'kishim drita, që mund të lexonim diçka, se po vinte sezoni provimeve. Ishte darkë, në mos gaboj, dritat iknin, vinin, ushojtën, nuk erdhën, dhe ora 7-8, ose maksimumi 9. Dhe Andi ka thënë, shiko në statuja e nënës Shqipëri ka drita, qarë po lexon ky Enver Hoxha? Qarë po lexon ky? Ky është në varë, qarë po lexon? Pse i duhen dritat ati? Dritat na duhen ne të lexojmë. Ju morët zemër pastaj nga fjalët e Andit. Po, normale, ju, do me të ne ishim bashkë me Andit dhe kështu filloj që aja. Filloj, sepse edhe inxhinieria mekanike, godina 15 që kishim aty përballë, edhe ajo kishte drita dhe filloj, ata na theshin, na thonin e Uris, ne ju thonim Kovac, si që ishim pseudonimet e fakulteteve atere. Dhe dalim edhe dolëm aty tek sheshi. Më vjen mirë që dëgjoj që një i ri Korçar ka qenë iniciator për fillimin e këtyre protestave që duket sikur kanë filluar në një lojë fjalësh, po pastaj kanë marrë për masa masive edhe të frikshme për pushtetin e asaj kohe. Tefik, më thatë që deri diku morët zemër edhe nga pedagogët tuaj. Mund përmendim disa emra përveç Gramos Pashkos, të cilin ju e kujtuat edhe e kujtojmë me respekt për gjithë kontributin që ai ka dhënë në Shqipëri. Pedagogë të tjerë me cilët ndoshta ju flisnin hapur, nuk kishit frikë që dikush do t'ju spiononte, se ekzistonte besoj dhe ajo frika. Të përmendun ishte Arben Demeti, i cili ka qenë dhe në takimin me Ramizalin, pas ditën e mërkur, kur vendos
kur u vendos që do quaj Partia Demokratike. Arben Demeti po, na fliste, na jepte rezistencë. Mekanike, gjithmonë na fliste, se ne kemi bërë dhe rezistencë, ne të inxhinierisë, të fakultetit gjeologjisë. Arben Demeti. Një tjetër pedagog në Një Shkodra. tjetër pedagog që na jepte ne të gjeologjisë. Ai ishte shumë avangard. Ai ishte që në vit të 4, kur ishim ne, se në 90 në isham vit 5. Që në vit 4, kur ishim na i na fliste, që në 89. Unë keni pasur për kërën edhe të... Kishte, po, normal. Pas disa ditëve protest, një grup studentësh u zgjodhën, themi, për takimin me Ramiz Alin. Pas ju realizua ky takim, çfarë informacion morët ju nga bashkosit tuaj, nga studentët e tjerë? Në fakt, çfarë u fol në atë takim? Dëgjoj, unë duhet të them vetëm diçka shkurtimisht, se mbas edhe... Patjetër. Mbas edhe Gjegji Grabocka, që keni ftuar edhe Andi Demirazi, mbas se mund të son edhe ata detaje, se normale, po unë duhet të them vetëm kaq. Fillimisht, në datën 8 nëntor, na kanë ndaluar në 8 dhjetor. Në 8 dhjetor na kanë ndaluar fillimisht rreth orës 11, 10:30 të mbrëmjes. Poshtë godinës 1, midis, domethënë poshtë shtëpisë të Kontit Fera, i theshim ne. Dhe pas asaj na ka erdhur Gjinushi. Gjinushi ka thënë, Skënder Gjinushi ishte atëherë ministër i arsimit. Ditën e anë ju ka thënë Skënder Gjinushi atyre që se e pesnin, ka thënë që e pëllese studentët kanë qenë ashtu tani janë kotë kush i pyet studentët. Kush i pyet studentët, po. Dhe pas asaj ndalese, me forcë, nuk na lanë se deshin, donim që të bashkoheshim, që të na bashkoheshin dhe Tiranësit. Ne donim të iknim për te nga Këpucaria, i theshim ne, dhe rruga e ambasadës italiane. Nuk na lejon aty dhe pastaj kaluam në rrugën tjetër dhe na ka ndaluar para një kopshi ku ishte një kryqëzim, një rrugë kalonte për tek Pitet, një rrugë kalonte për tek poshtë, tek liceu në Jordan Misja. Aty na ka ndaluar dhe aty kemi parë një dhunë të paparë, për unë ditë një fragment do të tregoj unë, të cilën ma mërmendja nuk do të tregoj as Andi, as Gjergji. As Gjergji. Aty ishte Ardi Dushku, ishte me një mikeshën e ti, Ardian Dushku. Një student korçar. Ishte me një mikeshën e ti po gradesare, dhe kur ka erdhur e Kuranisaj, ajo e ngacmoi e Kuranisajin. Dhe aty ishte ngjitur, ishte Andi dhe Andi kur një nga ata të forcave speciale tha, ja vodhën pistoletën. Ndërkohë Andi e godet me shpullë e Kuranisajin dhe ai mbante një republikë dhe i bie republika. I guzimshëm. Po. I guzimshëm për këtë veprim. Po. Dhe aty ka patur reagim pastaj nga forcat e policisë. Aty filloi konflikt fizik. Mbasi u kthye Azemi, se një Azemi me 2 apo 3 të tjerë vajtën që të bisedonin me Ramiz Alin, nuk kishin rënë dakord, e tha nuk biem dakord, edhe kjo ishte mbasi u kthye Azemi, me 2-3 persona tjerë. Pas këtyre lëvizjeve që sigurisht edhe Gjergji dhe Andi do t'i tregojnë, çfarë ndodhi në fakt Tefik pas disa ditëve protesta në Tiranë? A merrni ju informacion nga familjet tuaja se çfarë ndodhni në qytetet tuaja dhe konkretisht në Korçë, sepse ndoshta dhe ata ishin të shqetësuar, komunikimet natyrisht ishin shumë të vështira për të realizuar për shkak të mungesës së telefonatave. Çfarë ndodhte në qytetin e Korçës? Shiko,
nuk mund të them absolutisht asnjë që ndodhte në qytetin e Korçës, sepse ne ishim aq të angazhuar ato ditë. Atë natë në 8 dhjetor, ne u mblodhëm rreth orës 3 në mëngjes, edhe ishim jo më tepër se 30-40 veta. Para mencës trehit ishim neve, tek sheshi i mencave poshtë. Dhe aty Azemi tha që unë jam i martuar dhe jam kështu tha, unë kam qumë tha. Juve jeni beqartë. Aty u treguaj guximshëm dhe unë jam tha, unë them tha që unë e marrë përsipër t'i inicioj këtë gjë, tha me që vajta dhe në ramesi, dhe mendoj tha që të mblidhemi nesër, tha në datën 9 në mëngjes, dhe çdo njeri nga juve unë mendoj tha që të shpërndani lajmin që të gjithë studentët të mblidhemi. Të bëhen bashkë. Të mblidhemi në datën 9, të diel i binte, në orën 8 në mëngjes, ndiuni që më 7 tha, edhe lajmërojnë i gjithë. Pra se thua Azem Hajdari ju ndau detyrat? Beni tellalin, do me thënë. Po, ju ndau detyrat dhe ju kishte për detyrë të bënit bashkë të gjithë studentët. Ajo ishte e vërteta. Ajo që e vërteta dhe ne nuk e lem këtë rrugë në mes. Po, dhe ashtu si kurse anoncuam dhe në minutat e para të këtij emisioni ne do të kemi tani një lidhje të drejt për drejt nga Kanadaja, një tjetër dëshmimtar të kësaj ngjarje shumë të rëndësishme, e cila ashtu si kurse tham, pa diskutim që luajti një rol shumë të rëndësishëm në realizimin e ëndrrës së madhe të gjithë të rinjve shqiptare, mes tyre dhe të rinjve korçar. Gjergji Grabocka është në lidhje të drejt për drejt nga Kanadaja. Gjergji, mirë se na u bashkove në këtë format televiziv. Mirë se ju gjeta dhe faleminderit që më jepni mundësi në pas 35 vitësh të flas për një ngjarje kaq të madhe. Është një përvjetor shumë i rëndësishëm, sidomos për ju që keni qenë dëshmimtar të asaj ngjarje, e cila, ashtu si kurse e thash, bëri bashk zemrat e të gjithë të rinjve. Çfarë përfaqëson për ty 8 dhjetori i vitit 1990? Për mua 8 dhjetori i vitit 1990 përfaqëson ngjarjen më të madhe deri në atë moment pas shpalljes së pavarësisë. Ishte një ngjarje që shqiptarët kishin vite që ndoshta e ndëronin, por që nuk po vinte dhe nuk po vinte. Dhe sigurisht që ngjarja erdhi si pasojë së pari si pasojë degradimit të sistemit komunist, i cili po dështonte vit pas viti në të gjitha aspektet, si në aspektin politik, por veçanërisht në aspektin ekonomik, ku Shqipëria po shkonte në prag të krizës së urisë, por sigurisht që edhe faktori i jashtëm pati ndikimin e tij, po të kemi parasysh që e gjithë Evropa lindore po shkëputej nga komunizmi, duke filluar që nga Bashkimi Sovjetik, i cili kishte filluar shpërberjen, Gjermania lindore gjithashtu, Hungaria, Çekoslovakia, por një efekt të madh ka patur edhe Rumania. Ngjarje sidomos në Rumani, dënimi i Ceaușescu dhe ekzekutimi i tij ekzemplar patën një efekt shumë të madh, si në pjesën e pushtetit të asaj kohe, por edhe në popullsinë shqiptare. Dhe bashkimi i këtyre faktorëve, këtu mund të shtoj edhe largimin e Kadares në atë periudhë nga Shqipëria, edhe ajo ka bërë një bujë të madhe në opinionin publik, dhe bashkimi i gjithë këtyre faktorëve çoi në shpërthimin e asaj lëvizje studentore, e cila rezultoi të ishte një lëvizje mjaft e suksesshme dhe me pasoja mjaft pozitive për zhvillimin e Shqipërisë në vitet e ardhshme. Gjergji, si kujton atë ditë? Unë kujtoj shumë mirë atë mbrëmje të 8 dhjetorit, kur në qytet studenti kishte ditë që zgjente, disa ditë përpara 8 dhjetorit, në qytet studenti në një takim me vajzat e konvikteve të qytetit studenti, konviktet 9, 10, 7, 8, me sa i mbajmë në numrat se mbas edhe gabojmë në një numër, ka patur një takim Adil Çaçani, kryeministri i asaj kohe.
Dhe atje nga disa vajza guximtare, kryeministri Adil Çaçani është vënë me shpatulla për muri. Pse është vënë me shpatulla pas murit? Sepse kushtet e jetesës, kriza energjetike, kushtet e ushqimit në mencat e studentëve ishin pothuajse katastrofike. Dhe vinin nga dita në ditë në rënje. Dhe pas ardhjes së Adil Çaçanit, qeveria tentoi të bënte disa përpjekje për ta përmirësuar këtë situatë, por nuk ishte në mundësitë e saj sepse sistemi ishte në kolaps. Dhe sado të përpiqeshin ta rregullonin situatën nuk mundeshin. Kriza energjetike ishte e përhershme. Dhe konkretisht në datën 8 dhjetor në godinën në një godinë që ishin godinat e reja faktikisht ato, sapo ishin bërë, ka shpërthyer një godina e inxhinierisë minjerave, ka shpërthyer një transformator. Dhe prej andej ne jemi mbledhur, unë kam qenë banor konviktori i godinës numër 15, që ajo sot nuk ekziston me për shkak të tërmetit të nëntorit 2019, por që kam dyshimet e mia që ajo godin nuk ekziston me. Por megjithatë, jemi mbledhur atje dhe duke vëzhguar flakën e madhe që shpërthevin atë kabinë elektrike që ndodhen në këtë godinë të Fakultetit të Inxhinierisë Minjerave, dhe atje të them si me magji u mblodhen shumë studentë dhe besoj disa prej studentëve atje dalluan dhe elementet të sigurimit të shtetit të depërtuar për studentë për të kontrolluar situatën, dhe atje për herë të parë unë kam dëgjuar thirrjet poshtë spionët. Në këtë moment ky grupim i mbledhur aty u zhvendos fillimisht drejt sheshit përpara mencave të qytetit studenti, dhe pastaj kemi tentuar të ngjitemi në anën e sipërme, në rrugën e sipërme që të sillte në qytetin studenti, dhe atje kanë kaluar disa makina të policisë të llojit Izaura quheshin me ironi në opinionin publik atëherë, për shkak të një personazhi të telenovelave braziliane, dhe u shpërndam në një farë mënyrë. Por gjithsesi prap u rigrumbulluam, atje kemi kërkuar të na bashkohen edhe vajzat e konvikteve, për të cilat përmenda më sipër kishin qenë edhe në takimin me Adil Çaçanin, dhe për hir të së vërtetës na janë bashkuar shumë vajza, që ne nuk e prisnim në fakt, që vajzat të bëheshin pjesë aq e rëndësishme e protestës. Atje pastaj nga grumbullimi ka qenë shumë i madh, pothuajse të gjithë studentët, gjithë qyteti studenti është bashkuar me ne dhe kemi zbritur, kemi tentuar të zbresim poshtë dhe jemi bllokuar në dalje të themi të qytetit studenti, atje ku ndaheshin edhe dy rrugët. Ka dy rrugë qyteti studenti, njëra të çon godinat poshtë dhe tjetra godinat lart, aty jemi bllokuar nga policia. Ka mbritur Skënder Gjinushi dhe Spiro Kondi me ta mbaj mend, dhe ka negociuar me studentët atje që ishin atje në ballë të protestës, dhe sigurisht që nuk se negociatat patën ndonjë sukses, dhe atje kemi tentuar të zbresim në poshtë. Dhe fatmirësisht pas disa përpjekjesh e kemi thyer kordonin e policisë atje, dhe kemi zbritur deri në një kopësh atje në rrugën Pjetër Budi, ku atje jemi ndaluar përfundimisht, dhe unë atje për herë të parë kam parë forcat e policisë speciale me skafandra dhe me mburoja. Forcat e tilla i ka parë vetëm në për dokumentar, domethënë, dhe janë befasuar atje sigurisht. Ka qenë përballja e parë me forcën e shtetit. Po përballja e parë e rëndësishme domethënë ishte atje. Gjergji, ka pasur në këto momente që po përshkruan detajet e kësaj ngjarje, a ka pasur nga bashkëkohësit tuaj, qofshin vajza apo djem të plagosur? Është përdorur dhunë fizike mbi ju? Deri këtu jo. Deri në këtë pikë jo. Atje tash ishte përballja e vërtet
me forcat e rendit të themi. Atje kanë filluar të dëgjohen thirrjet kundër qeverisë, kanë filluar të shkënduar se mjaft në robëri o e mira Shqipëri, dhe pas negociatash me punojësit e shtetit të themi, sigurisht Azem Hajdari ishte në krye të kësaj negociate, është rënë dakord që një përfaqësi e studentëve do të shkonte dhe do të takoheshe me Ramiz Alin. Gjergji, si u bë përzgjedhja e studentëve të cilët takuan në atë kohë ish kryeministrin Ramiz Alia? Jo, ky është takimi i parë për të cilin nuk se flitet shumë. Është takimi më vonë i cili flitet shumë, po më lejoni që ta shpjegoj në rrjedhë kronologjike. Dhe një përfaqësi atje për atje, me Azem Hajdarin në krye, ka shkuar dhe është takuar me Ramiz Alin, dhe aty kanë negociuar, kanë biseduar për një takim të Ramiz Alis në qytetin Studenti, nuk se kanë rënë dakord atje, po çështja e rëndësishme është fakti që në dalje ky grupi studentëve është dhunuar nga shoqëruesit e Ramiz Alis. Dhe ata janë kthyer atje tek protesta, kanë komunikuar çfarë kanë biseduar me Ramiz Alin, dhe protestuesit nga studentët nuk u prit hiç mirë, domethënë fakti që ata ishin goditur në dalje nga takimi me Ramiz Alin, dhe protesta po vazhdonte. E kuptoj. Po vazhdonte normalisht, me thirrje, me parulla, me gjëra të zakonshme këto për një protestë. Këta djemë dhe vajza që realizuan takimin e parë jashtë dëshmisë së medias, pra sepse duket që ka qenë një takim i pari, pastaj ishte takimi i dytë, thoni ju, që u bë edhe publike në media, edhe që sot kemi dhe dëshmi të këtyre fotove dhe pamjeve. Ishin djemë dhe vajza të vetë ofruar, pra shkuan me vullnetin e tyre, apo u përzgjodhen nga dikush? Jo, me vullnetin e tyre të lirë. Me vullnetin e tyre të lirë janë. Janë zgjedhur aty për aty. Pa në një proces të madh për zgjedhje, domethënë ishin kryesisht studentë e radhës parë protestës. Dhe duke vazhduar protesta në ato momente, Befas dëgjoj një oficer sigurimi që të bërtasë më vodën pistoletën. Dhe pas kësaj shprehje më vodën pistoletën, ka shpërthyer një dhunë e jashtëzakonshme ndaj studentëve të radhës parë. Një dhunë e pa shpirt. Kuptohet kundrejt njerëzve me duar në xhepa, një polici e tërë me skafandra dhe me mburoja dhe me shkopin gome në duar, dhe madje dhe ripin e mezit e kishin hequr për të goditur studentët. Në këtë moment sigurisht frika që e madhe, dhe ne jemi trequr madje, të them të drejtën, kemi ikur edhe mbi njëri tjetrin për shkak se disa studentë u rrëzuan atje në tokë, dhe jemi kthyer të gjithë në sheshin Demokracia sot, dhe një grup jo shumë i madh, kemi ndenjur atje deri nga rreth orës 2-3 e mëngjesit. Disa studentë të juridikut kanë lexuar atje Kartën e të drejtave të njeriut të Helsinkit dhe të Parisit. Me ne kanë qenë edhe një grup vajzash trimëresha që kanë ndenjur deri në fund, dhe pas bisedimesh atje jemi larguar pasi kemi rënë dakord që do të rigrumbullohemi të nesërme. Dhe e nesërmja ishte ditë e diel, faktikisht ishte ditë pushimi. Dhe kështu ka ndodhur. Ditën e dielë, rreth orës 7-8 mëngjesit, unë kam dalë nga konvikti dhe duke shkuar për në Mencë, atje kam takuar shokët e mi studentë, korçarët sigurisht, Akli Fundo, Niko Kaciroti, Alfred Bashllari, Sotiraq Mustaka, ky student i Akademisë së Arteve, sigurisht edhe Tefiku atje duhet të ketë qenë, patjetër, nuk e diskutoj. Dhe atje ka filluar grumbullimi të dielës, domethënë i datës 9 dhjetor. Dhe në grumbullim atje mbaj mend që Azem Hajdari dhe Arben Lika
po përgatitnin një peticion, për t'ia dërguar një peticion Ramiz Alis. Dhe ky peticion kishte sigurisht kërkesat ekonomike, por në peticion ishte përfshirë edhe kërkesa për pluralizëm politik, që ishte kërkesa më e rëndësishme e peticionit, por sigurisht që do t'i paraprinje me disa kërkesa ekonomike për ta bërë më të besueshëm. Dhe ne mbaj mend që grupi i studentëve Korçar, këta studentë që përmenda, jemi ndër firmëtarët e parë të këtij dokumenti. Ky dokument pastaj u pasurua më vonë, por nga këtu mbaj mend që kemi shkuar me këta shok që përmenda, kemi shkuar në kinoklubi i qytetit studenti, dhe atje rastësisht kam qenë dëshmitari një takimi me Gramoc Pashkon dhe sekretarin e partisë së fakultetit ekonomik. Dhe për hir të së vërtetës, mbaj mend që kemi marrë një mbështetje shumë të madhe nga Gramoc Pashko, por edhe nga sekretari i partisë së fakultetit ekonomik. Dhe ai na ka mbështetur. Jemi ngritur prej atje dhe jemi bashkuar përsëri në sheshi Demokracia, nga ku filloi dhe grumbullimi kishte marrë për masa të jashtëzakonshme, ndoshta edhe të paparashikuara, nuk kishte mbetur studenti i qytetit, studenti kështu pa dal nga godina dhe pa dal nga dhomat e tyre. Po, sigurisht. Për sa ditë vazhduan protestat në shesh, Gjergji? Prej këtu vendosëm të protestonim në bulevardit Dëshmorët e Kombit dhe morëm rrugën nga sheshi tek kinoklubi, tek rruga e Elbasanit dhe ishim duke shkuar drejt, kur jemi ndaluar nga forcat e rendit tek në segmentin midis rezidencës së ambasadës italiane dhe liceut artistik. Atje jemi ndaluar, mund të them që ka patur mira forcat e rendit, nga policia sekrete, nga forcat speciale, nga policia e rendit. Ishte një blokadë të cilën neve nuk mund ta kalonim dot. Dhe atje Azem Hajdari me një megafon gjithmonë bënte thirrje për të bashkuar me ne gjithë popullsia e Tiranës, bënte thirrje kundër regjimit të asaj kohe. Mbaj mend që atje ka folur edhe Lisen Bashkurti për të shtensionuar situatën. Kuptohet ajo sepse ai ishte sekretari i parë i Rinisë Komuniste. Dhe deri në këtë moment çdo gjë ishte e qetë dhe normale, nuk kishte përplasje. Ndërkohë që një moment të çuditshëm shpërthej një dhunë e jashtëzakonshme nga forcat e policisë. Atje janë rrahur studentët e radhës parë kryesisht, janë rrahur në mënyrë brutale, janë shtrirë në tokë, janë goditur, janë marrë nëpër rifa, janë çuar nëpër spitale, nëpër rajone, nëpër sipas rastit. Dhe ne kuptohet që u troqëm pas asaj dhune që na pan sytë, jemi trequr drejtën në qytet studenti. Ndoshta kjo ka qenë tërheqja e dytë për momentin, por ditët në vijim pastaj treguan që studentët ishin vendosur edhe kërkonin pa diskutim ndryshimin e sistemit politik në Shqipëri. Gjergji, aktualisht ti jeton në Kanada prej disa vitesh, tashmë je vendosur aty bashkë me familjen tënde. Pas 35 vitesh, a mendon që ëndra juaj prej studenti për ta përfshirë këtë vend vogël si Shqipëria dhe për ta kthyer në një vend europian, ashtu sikurse ishte parulla e njohur, duam Shqipërinë si gjithë Europa, ja ka arritur deri diku qëllimit? Deri diku sigurisht që ja ka arritur, por plotësisht nuk ja ka arritur. Dhe nuk jo për fajin e saj, domethënë, por vazhdimisht lëvizja studentore, dhe mua për këtë më vjen keq, lëvizja studentore është tentuar të bëhet pis ose dhe të
të grabitet në kuptimin që vazhdimisht lëvizjen studentore duan ta politizojnë ndoshta. Ta etiketojnë si një lëvizje të komanduar nga pushteti i asaj kohe, nga Ramiz Alia, gjë që për mua nuk është absolutisht e vërtet. Ajo ka qenë një lëvizje e natyrshme e pa komanduar nga Ramiz Alia, nuk mundeshe që përfaqësuesi një regjimi kriminal të komandonte lëvizjen studentore, të komandonte 10.000 student, por dhe gjithashtu kanë tentuar që lëvizjen studentore ta ndajnë nga Partia Demokratike. Nuk mund që lëvizjen studentore ta trajtosh si të veçuar nga Partia Demokratike. Partia Demokratike është një produkt i pastër i lëvizjes studentore dhe sado që të mundohen ta shkëputin këto të dy, nuk ja kanë arritur dot qëllimin dhe nuk mund t'ja arrijnë. Por ajo mua që më vjen sot keq dhe më shqetëson është fakti që ne sot pas 35 vitesh qeverisemi nga bite atyre për të cilët ose kundër të cilëve ne u ngritëm në dhjetor të 90-s. Nuk e kam imagjinuar dot unë ndonjëherë që pas 35 vitesh do qeverisem nga partia e Gramostruçit apo nga pinjoll të tjerë të atij regjimi famkeq që e çoi Shqipërinë drejt katastrofës. Dhe në këtë drejtim unë nuk pres më shumë që Shqipëria të arrinte sot të kishte realizuar ëndrrën e studentëve të dhjetorit, sepse nuk pres unë që nga këta pinjollë të regjimit komunist, të një regjimi kriminal, po flas, të kishim arritje më të mëdha se sa kaq. Kështu që në këtë aspekt jam shumë zemërthyer, por akoma më zemërthyer jam në faktin që ndërsa studentët e dhjetorit të 90-s u ngritën dhe protestuan duke marrë përsipër edhe rrezikun e jetës, sepse askush nuk e dinte se çfarë mund të ndodhte më pas. Sot unë shikoj me keqardhje një konformizëm të rinis me pushtetin në atë shkallë që është i frikshëm. Dhe kjo më bën shumë mosbesues dhe shumë dhe më frikson shumë për të ardhmen gjithmonë se s'vetë fjalë për gjithë. Gjergji, unë të falenderoj për gjithë shkandave, për mbi për gjitha detajet e atyre ditëve të asaj lëvizje masive që pavarësisht se çfarë ndodh sot pas 35 vitesh, ishte shkëndia e parë një ndryshimi të madh që përmbysi një regjim 45 vjeçar. Të falenderoj për gjithë detajet edhe për faktin që u riktheve pas në vite dhe trokite në portën e kujtesës për të na sjellë dhe ne ato që ndoshta nuk i shohim sot si imazhe, po i përfytyrojmë se si ju i keni përjetuar. Të falenderoj shumë, unë të uroj gjithë mirat aty ku ke vendosur sot të jetosh bashkë me familjen tënde. Faleminderit dhe juve. Ju përshëndes gjithë. Faleminderit. Ne kishim një lidhje të drejtë për drejtë nga Kanadaja, një prej dëshmimtarëve, studentëve të dhjetorit të atyre viteve, Gjergji Grabockën, cilin sërish të falenderoj edhe rikthehem në studio tani me të ftuarin ton. Erdhët në qytetin tuaj të lindjes në Korçë. Çfarë ndodhte në Korçë? Besoj të gjithë kishin parë edhe nga media se çfarë kishte ndodhur në Tiranë. Eriona ti sa po e theq unë edhe këndoj. Dhe unë kam erdhur në dhjetor, kam erdhur në datën 30 dhjetor. Kur u mblodhën edhe njerë në mos gaboj para tribunës, që ka erdhur Asem Hajdari me liderat e tjerë, me Berishën, që folën, në mos gaboj ishte ditë e parë që kanë erdhur ata në Korçë, sepse unë menja dhe pjesë në festival dhjetorit dhe nuk e di se çfarë bëheshe në Korçë. Njëkohësisht edhe në aspektin politik, por edhe në aspektin e këngës.
dhe në mos gaboj kam thënë kishim një këngë të Ilit Anglis me kompozitor dhe me tekst të Juliana Jorganxhiut dhe kemi patur tekst tjetër dhe i kam thënë Juliana Jorganxhiut i kam thënë do të ndrosh tekstin. Do na bësh një këngë për demokraci. Për demokraci. Po, dhe kam kënduar... Ishe pjesëmarrës në festivalin e aktivitit? Po, në festivalin e kombëtar të vitit 90. Pra, festivali fund vitit që realizojnë Radio Televizionin Publik Shqiptar. Po. Dhe kam kënduar këngën së bashku me Mira Babaliun dhe me Stefi Priftin. Bile kisha për ta kënduar vetë, por me që Stefin e kam patur shok, edhe kam, normale, edhe Mirën po shoqe edhe e kam, dhe thash, ajt ta këndojmë të tre. Dhe kënga titullohej? Nuk e kujton dot, por besoj... Mund të ta them kështu, o demokraci, ty të kemi ne për zemër, bashk me lirin, tokë moj ti sot në thua e kush gëndon si ne. Një gjë e tillë ishte. Pra vargje që i dedikoheshin demokracisë, ëndrës tuaj. Vargje që ja kam kërkuar vetë Juliana Jorganxhiut. Dhe ajo e kam mirëpritur me një bashkë student tjetër dhe kam vajtur në datën të dielën në 9 dhjetor, pasi kemi ngrënë shkompit e gomave në surat që akoma i kemi shanjas. Mirë, tani do të kemi në lidhje të drejt për drejt nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës një tjetër dëshmimtar të këtyre ditëve për cilat po flasim edhe po ndajmë bashkë me të ftuarin ton, Andi Demirazin. Andi është në rrugë sipër duke udhëtuar e duke shkuar në punë, megjithatë ka pranuar me kënaqësi ftesën për të na u bashkuar bashkë me shokun e tij, me kolegun e tij, Tefi Kaliollin në këtë bisedë. Andi, të përshëndes. Përshëndetje. Të falenderoj që megjithëse se je duke ecur, duke shkuar besoj për në punë, ke pranuar ftesën për të na u bashkuar në këtë bisedë. Po, nuk ka probleme. Andi, u bën gati 35 vite, jo gati, po plot 35 vite, një përvjetor i çmuar ndoshta për ju, si dëshmimtar të një ngjarje shumë të rëndësishme, që ne natyrisht përkujtojmë 8 dhjetorin, por nuk ishte vetëm ajo datë, por edhe ditët në vijim ato që do sillnin një ndryshim shumë të madh në Shqipëri. Ëndrrën tuaj, ëndrrën e gjithë bashkëkohësve tuaj për një Shqipëri europiane. Cilat janë kujtimet që na sjell nga ajo ditë? Po kujtimet që sjell nga ajo ditë ishte se ne kishim ja 2 javë që binte një shi i tmeshëm në Tiranë dhe nuk kishim as ngroje, as drita. Edhe nga një par roba kishim, si shdihet, nga një palpallona, një bluzë, një xheke, edhe kishte vajtur aty ku s'mbante me. Kështu që vendosëm të bënim diçka. Ndërkohë kishim filluar lëvizjet edhe nga drama, nga artet, këte kishim filluar, do me thënë vinin. Ne kishim godinën e 19 kishte përballë godinën e konviktit të arteve dhe aty t'i gjonim gjithmonë këngë që shanin për shoqen e Dullës edhe kështu që motivuam nga këto gjëra dhe vendosëm që të ngriheshim. Andi, ti ishe student, për çfarë studioje? Ne studionim për inxhinieri gjeologji, ishim vit 4. Kur thua ne, ke fjalën edhe për Tefikun? Po, edhe për Tefën, po. Ishit bashk, jetonit bashk në konvikt? Nuk jetonim bashk në një dhomë, po në jetin konvikt. E mban mend se si u bashkove, të propozovi dikush nga shokët apo ashtu të gjithë turm ju bashkuat asaj vizje? Andi ishte i pari faktikisht. Andi ishte i pari. Tefiku thotë që të tjerët na u bashkuan neve. Po, këtë do thoja në fakt Andi, Tefiku po sjell kujtime dhe po thotë në fakt Andi ishte iniciatori i parë. Andi, kam pyetje drejt për drejt, nuk kishe frikë kur e more iniciativën? Po, tash edhe frikë kishim, po nuk bante me, nuk kishte më keq se çdo besë, kështu që
Edhe po thuaj se paka shumë në gjithë Europën lindore këshin filluar lëvizje të ra në mure, të ra muri Berlinit, kështu që po thuaj se ishin pirkur kushtet edhe për vendin tonë, me gjithë se i të pak informuar, po s'kishte ku vinte me, kështu që vendosëm që të bënim e diçka. Andi, të përkrahën shokët e tu kur e ndave iden? Por ajo nuk ishte ide, se ne, do me thënë, lëvizëm me njere dhe ishte ora 10 e natës, me sa mbajmë në tunë. Edhe pas një qere kore, do me thënë ishim në fillim 5-6 veta, pastaj turma u bet 2.000-3.000 veta, mos gaboj. Edhe nga mezi natës, në basi këshim vrenë qyteti studenti një 10 erë vërdalë, kur vajtëm të gotina 14, aty doli Ajzem Ajdari, Ramet Past, edhe ju pini istodë dhe tha, mua më zgjodhët komandant, që unë jam komandanti tuaj. Edhe nga kjo vazhduam pasaj, vazhduam të përtisnim dhe unë mblodhën shumë veta. Andi, mban mend si u zgjodhën përfaqësuesit të cilët realizuan takimin me ish drejtuesin atëhershëm Ramiz Alin? E mbajmë se ne na blokuan aty të Trekençit e rruga që nga një rrugë zbrisje për te nga Pitet, nga rruga Elbasanit dhe nga një anë zbrisje për këtu një Jordan Misja. Edhe aty na ndaluan dhe vendosëm më shumë që të vinin që mu takoheshin me atë vetëm, do me thënë më shumë studentët që ishin për ekonomi që dinin se qarë të flistin, kupton? Se ne kishim kërkesa politike dhe kërkesa ekonomike. Ekonomike, po. Po, unë vendosa që të rija me grupin këtu të që ishim të rrethuar nga forcat e Kurani Saj. Të tjerët vazhduan atë. Në fakt, cilat ishin kërkesat politike të rinjve të asaj kohe? Kërkesat politike ishte pluralizm, ishin partin tonë, demokraci dhe që në... Këto ishin, do me thëmë, në ato momente ka që dinim që të kishim partin tonë, të kërkonim të drejtat tona, të drejtën e fjallës, edhe demokraci, do me thënë që të mos dënoheshin njerëzit për bindjet e tyre politike. Andi, kulminacionin të gjitha këto lëvizje e kanë arritur edhe me rëzimin e bustit të diktatorit Enver Hoxha. A ke qenë dëshmitar i kësaj ngjarje? Jo, nuk kam qenë se në datën 14 janar, në këto, do me thënë nga data 8, deri në 14 ishtë pothuajse një javë, jeta ime u rrezikua, kur them u rrezikua, do me thënë shpëtova përqime nga vdekja, 3-4 herë, kështu që vendosa të largohesha. Dhe më 14 janar, unë nisa të drejt Greqis me i shokun tim, Edmond Milori. Pse u rrezikua jeta jote, Andi? Jeta ime u rrezikua se në dhomë këshin erdhur nga këta kalecat që theshim ne, nga këta spionët. Një, dhe e dyta në datën 9 dhjetor, ishin mbledhur në godina 15, ku ishte Arbeni Mami, Gramos Pashko, ishte dhe i kuvendit popullor, Eduard Selami, edhe në të njëjtën kohë në gazeta dhe televizorët e na quajtën një grup huliganësh që kërkonin që deshin të vidhnin të shkatronin qytet studenti. Mirë, por në atë kohë ne kishim dëgjuar vetëm atë intervistën e Sali Berishës që kishte dhënë te Zëri i Amerikës. Kështu që këta vendosin që të më dërgonin mua të shtëpia e Sali Berishës, bashkë me, kam vajtur me Arben Shalcin edhe me një tiranës tjetër që ja di të shtëpinë Salin, nuk ja dinja. Kështu që nga ora 9:30 e mbajmë në binte shi atë natë. Edhe vajtëm në shtëpinë e Sali Berishës, doli aty në postiqet, ka të dytë më duket nga mrapa, doli e shoqja, Liria, edhe tha, të lutem shumë, tha, lere një Saliun, të qetë, a i është i rrezikuar, që që, mbase kështë edhe të drejtë, se ajo nuk as na njifte, as e njinim, as kupton, edhe ishin kotë këqia. Ndërkohë, sa dolëm nga shtëpia, nuk e takuam, aty nuk doli Sali Berisha, ne vazhduam rrugën për të kthyer qytetit studentit, aty në dyqani piteve,
në pite që i bje shkurt për në ato rrugicat, dollën dy ushtarë me pelerina, si që thash pite dhe shia të ditë, edhe tha, djema tha keni cigare, a shkrepse, diçka e tillë. Unë nuk pija cigare dhe nuk po i shikoja kështu shumë, nuk u dha shumë vëmendje. Kur njeri nga ata nëzori një shkop gome dhe më ka goditur mua në krahun e djathtë. Edhe unë beta në vend, u shtriva në tokë, dërsa ata dy shokët e mi u larguan, edhe ata dy me pelerina u larguan. Aty kam dhe një pandjenja deri nga ora 5-6 të mëngjesit, të ditës tjetër kur vjen një plak edhe një burë grua ata pleq, edhe më ngren mua, edhe më thonë, qa po bëjmë këtu, tash nuk e di qa po bëjmë këtu. Edhe ata më shpunën në një spital aty mbi urën e, nuk e di nja që ishte si klinikë, si ure para aty që kalon një, që futeshe në mes të lulishtes, që gjatë verës beshe kështu si bar aty. Edhe nuk e di nja që aty ishte një si spital i vogël, edhe më shpunë aty, më kuruan, edhe unë nuk theva pasaj në godin. Kështu që prandaj vendosa të largohesha se nuk e di. Ishte edhe një rast tjetër, kur dollëm ditën e dielë, që dollëm pasi nga blokuan në Jordan Misja, aty ishte këtej filozofia, më duket se kishte shkolla të ditë, edhe kam dëgjuar atë programin e Bledi Fejziut, që tha e kisha me frikë që po ngjitesha në rrugën për drejt të shkollës, dhe i kaloj frika në kohë, aty kur na sulmuan forcat e rendit, ne u futëm në rruga, në ajo poshtë që ishte ambasadës italiane, që sot më duket nuk ka qenë një si bar aty i pashkelur. Edhe ikëm me vrap, edhe jemi futur në katin e parë të pallatit Pallët, në hyrja djathtas, kemi ndenjur aty gati 2 orë të rrethuar. Azemi, sa filloj të fliste, a ishte nga mezi i turmës, edhe sa filloj të fliste, aty u sulmuam, do me thënë nga dega, ne ishim në rishtin e parë, më vjen keq, shumë keq për një nga Erseka, një djali imët, kështu, edhe ishte gjeologjishtë, për në duke se ishte shpim, ate goditën e bën të tekur. Ndërsa ne të tjerët u sulëm edhe u futëm në kjo toka italiane, edhe u bëm një 20 veta dhe dollëm të busti Skënderbeut. Aty Tirana aty ishte një tension i tmeshëm, se ishte komplet populli Tiranës, në ndante vetëm 20 metra nga populli Tiranës, ndërsa ne na kishin rrethuar gjithë policët, ishim një 20-30 studentë aty. Edhe ata mundoheshin që të bashkoheshim me ne dhe të vazhdonim këthe nga Apni Rusemi, mua po më gjetet mishi në fakt. Edhe nuk arritën të bashkoheshin dot, kështu që unë me të fejuarën time u sulëm drejt Apni Rustemit lart në ato xhamllaqe që ishin aty mbas me ishte Izaura që ishim ne makinë e policisë. Edhe ndalojmë unë në qoshja e Apni Rustemit, edhe këte nga menje djathtas për në Petagogjikja, aty ngushtoheshe rruga, beshe 1 metër rrugë. Ishte ora 10, në 11 e natës dhe aty sulenja 3 polica për të më kapur mua. Unë u futa pas dera për të shtëpis, edhe direkt dera e pare, që është një qoshja e ndërtesës që ishte ushqimorja aty, futem në atë shtëpi brenda dhe futem direkt në dhomë. Ndërkohë një 4 polica ynë në atë shtëpi dhe më tha, i pyetën ata që pat gjë një student qyri këtu, jo, i thanë, ata nuk kemi par gjë, mos ka kaluar nga. Ata kontroluan ja gjysmore në për avllit në shtëpit përret, edhe ikën, ndërsa mua i Gjadulja që nuk e harroj, do me thënë, ata më shpuan jetën mua. Nga ora 3 e natës më shoqërovi dhe një studentja më tha që po që se do vdesun, do vdesesh dhe ti, tha mua. Ndërkohë këtu ta pasaj mora vendimin që diknja se nuk në ato kohë viknje e vdisnje kishim dëgjuar që i merrnin në për dajt edhe i vrisin. Në 14 janar unë largova nga Tirana. Andi, prej sa vitesh jeton ti në Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Shtetet e Bashkuara unë jetoj nga data nga viti 1999. 99, pra prej shumë vitesh jeton larg Shqipërisë. A vjen shpesh?
Jo shumë shpesh, sepse një 6-7 vjet na morën për të bërë letra, se ne hymë pa letra, kështu që pas i morëm pas 13 vjet. Të shkërkuar kohë të stabilizohesh. Ndërkohë, besoj ndjek zhvillimet e fundit në Shqipëri. Po, kështu me lajme, po. Me lajme. Besoni që ëndra juaj për ta bërë Shqipërinë europiane deri diku është realizuar? Nuk ma merr mendja, sepse ku di që unë aty njerëzit janë të pa edukuar dhe mbase edhe ajo 40 vjet që na mbajti ai qeni të shtypur. Po megjithatë 35 vjet nuk janë pak dhe nuk e di se çfarë popull jemi ne që në kohën që hymë në fuqi ne mundohemi të pasurojmë veten edhe nuk e di, nuk kam besim se ai vend mund të bëhet ndonjëherë. Mirë, Andi, unë të falenderoj për gjithë detajet që solle si një dëshmimtar okulari asaj ngjarje e cila natyrisht kërkon punë për të kthyer në një realitet. Po të falenderoj për gjitha detajet, se na ke sjell tamam si një skenar filmi, gjithçka që ti ke përjetuar. Unë jam kështu në vija të trasha, sepse të tregosh. E kuptoj. Ato 6 ditë ishim, po ndodhen aq shumë ngjarje sa ishte vërtet një revolucion për vendin tonë. Faleminderit, ne kishim një lidhje drejt për drejt nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, Andi Demirazin, një tjetër dëshmimtar okular i atyre protestave, të cilat ashtu sikurse edhe Andi theksoi zgjatën jo pak, po për gati 6 ditë dhe natyrisht do sillnin pastaj një kthes të madhe në politikën shqiptare. Te fiksi u prit nga Juliana ky ndryshimi i tekstit. Edhe ajo pati guxim t'i bashkohesh e nismës tuaj? Kur më pati gjakosur pa. Si u pritë ndryshimet politike nga qytetarët Korçar? Çfarë mësuat ju pasi erdhët në qytet? Shiko, unë kam parë në mos gaboj, në 30 dhjetor, kam erdhur nga ata instrument, kur mbaroi festivali, ose në instrument, ose në 30, nuk e mbaj më të mirë, po kam erdhur dhe e dija që do bëheshe mitingu tek stadiumi Skënderbeu dhe nga ana e tribunës përballë. Unë kam parë një zhvillim goxha të vrurshëm, një zhvillim goxha të vrurshëm edhe një shikonja dhe njerëz të rinj të moshës tonë, të cilët ishin goxha mbështetës kundër atij regjimi, kundër asaj diktature, se të flasim realisht ishte nga diktaturat më të egra që ekzistonin në Evropë. Në Europë, e vërtet. Dhe kur shikon këto lëvizje, edhe vetë mallëngjesh, edhe tani kur i kujtoj, përsëri më dridhe zëri, sepse ju atëherë kuptuat që nuk ishit vetëm. Po. Pra ju kishin mbështetje edhe të qytetarëve në qytete ndryshme të Shqipërisë, dhe kjo ndoshta ju dha më tepër zemër për ta vazhduar atë, të themi, idealin tuaj, për ta çuar deri në fund. Çfarë ndryshoi në fakt pas rënies së sistemit në jo vetëm në gjendjen tuaj shpirtërore, po pak a shumë edhe në ëndrat tuaja, se ishit të rinj? Kemi një organizat, grupimi i Dhjetorit në 10. Që besoj lindi pikërisht nga këto ditë. Aty unë jam si kryetari i qarkut të Korçës, i prefekturës të Korçës. Edhe është krijuar vonë, nuk u krijuar që në fillim. Dhe duke shkruar aty në grupimi ton, edhe i them ati kryetari që kemi ne, a jetë Ramcajt, i them nuk e realizuam dot, e duam Shqipërinë si gjithë Evropa. Por idealet tona do t'i mbrojmë dhe do luftojmë për t'i realizuar derisa të kemi jetë. Kjo është një organizat që më thatë Tefik është krijuar vonë. Megjithatë besoj ka bërë bashkëkohësit tuaj të atyre viteve,
që vazhdojnë të jetojnë jo vetëm në Shqipëri, po edhe jashtë. Cilat janë, sipas teje, sfidat e rinisë sot, krahasuar me ato të vitit 90, që sigurisht janë krejtësisht tjetër, sepse ju kishit kërkesa ekonomike, duke patur parasysh ndoshta bazike, fare bazike, energji elektrike, ujë dhe drita, po. Por më vonë, pastaj ato, pa tjetër, më vonë pastaj edhe duke ju shtuar edhe kërkesat politike. Pakënaqësia ishte shumë e madhe, kuptoj. Po sfidat e rinisë sot, si ishe në këndvështrimin e një studenti që ka jetuar një kohë krejtësisht tjetër, ndoshta të pa imagjinueshme për të rinjtë e sotëm? Më vjen keq ta them, po sot ne jetojmë në një neodiktaturë. Dhe ndoshta mund të jetë akoma më e egër se ajo që ka qenë. Dhe sfidat e rinisë të sotme janë shumë më të mëdha, nëse ato duan rinia, nëse do që të zhvillohet, janë shumë më të mëdha. Si e keni perceptuar ju? Sepse sot unë shikoj që rinia vetëm do të largohet nga ky vend, se sot nuk bëhet ky vend. Po cila është arsyeja që nuk bëhet ky vend? Arsyeja është kush qeveris. Kush ka në dorë të qeveris të vend, ai është përgjegjësi që rinia do të largohet, që nuk do të jetoj në këtë vend. Që thot edhe po ngrita, mua më vjen në kokë dhe nuk kam çfarë fitoj. Më burgos, për ish mosja. Kështu që unë e shikoj që është shumë e vështirë. Megjithatë, në qoftë se do ketë një diçka që të ngrihet ky popull. Unë tani jam 58 vjetë. Dhe unë them, në qoftë se ngrihet Shqipëria për një qeverisje më të mirë, për një zhvillim më të mirë social, kulturor, edhe të gjithë shka e tjetër, që rinia të qëndroj këtu, që rinia të jap kontributin e vetë në zhvillimin e këtij vendi, që rinia të studiojë si kundër studion edhe në vendet e tjera të Evropës. Atëherë unë jam i gatshëm që siç kam hyrë në grevurie, siç kam qenë student jetori, ndër të parë, siç kam hyrë dhe në grevurie, në shkurt të 91-shit, ashtu realizoj përsëri sakrificat time, në qoftë se do më kërkohet, dhe e bëj, derisa ky popull të realizoj atë që quhet demokraci, se tani vetëm demokraci nuk ka. A beson që si studenti dhjetorit, a beson që shumë shpejt Shqipëria do të realizojë ëndrën tuaj, sa jo ishte në fakt ëndra juaj edhe e gjithë studentëve dhjetorit, për të bërë pjesë e familjes madhe europiane? E do në mënyrë të sinqertë apo kështu? Unë e dua, si që sheh ti në këndvështrimin tënd, edhe si qytetar, po dhe si ish student i dhjetorit. Unë e shikoj që me këtë lloj drejtimi qeverisje që ka marrë Shqipëria, do t'jetë vonuar apo e pamundur? Nuk realizohet. Nuk realizohet. Nuk realizohet. Perceptimi im. E kuptoj. Me këtë lloj qeverisje nuk realizohet. Ju mendoni që në këto 35 vite si ish studenti dhjetorit i keni realizuar deri diku disa ëndra? Disa po. Disa. Shumë pak. Cilat për shembull keni realizuar? Fjalën e lirë. Fjalën e lirë. Ja vetëm kjo. Fjalë e lirë, po. Fjalë e lirë është megjithëse tani sikur po na e kufizojnë. Ja u kanë kufizuar juve, gazetarëve, dhe jo më pastaj, megjithëse juve po ne çfarë do na bëjnë? S'kan që na bëjnë për fjalën e lirë. Juve po kanë që ju bëjnë. Dhe ju nuk e shprehni dot fjalën e lirë në këto momente.
Tefik, ne përmendëm gjatë kësaj bisede ngjarje dhe detaje që na sollën edhe bashkosit tuaj. Mund të përmendim emra të tjerë të studentëve nga Korça që me sa kuptoj nga rrëfimet e dëshmimtarëve kanë qenë të parët që janë bashkuar kësaj lëvizje dhe më vjen mirë që vazhdoj ta përsërit që kanë qenë student korçar shumë të guximshëm. Emra të tjerë, me qenë se ndoshta disa prej tyre ndjekin këtë emision. Ka shumë. Për shembull? Unë të përmend Mirel Shargjiu. Që jeton aktualisht në Amerikë. Në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Në Amerikë. Që nga të parët po flasa? Po. Të përmend Rapi Stërmolli, Gjergji Kosta, ishte vit 5 në mekanike, Nevjona Zëmblaku, që ishte edhe në dhjetor dhe në grevurie. Dhe në grevurie. Stefi Prifti, që ishte dhe atëherë në dhjetor, edhe në grevurie, të përmend Tani Selimi, Artan Selimi, që ishte edhe Artan Selimi është në Kanada. Të gjithë nga Korça. Korçar. Të gjithë Korçar. Mirë. Ndërkohë do të kujtojmë edhe një tjetër student që ne në fakt e kemi kolege dhe punojmë për shumë vitesh në televizion. Nuk diskutohet Ardi Rapushin, se nuk diskutohet. Me Ardin isha dhe në grupe dhe nuk diskutohet. Ardian Rapushin, po. Sepse sa herë që vjen kjo datë, ne i drejtohemi edhe kolegët e Departamentit Informacionit, i drejtohemi për t'i marrë dëshmi edhe për të zgjuar tek ai kujtimet e asaj dite. Dhe kështu ka ndodhur në fakt edhe para pak ditësh, kur kolegja e Departamentit Informacionit Konstanca Koçi e ka intervistuar sërish Ardian Rapushin për të na sjellë këto kujtime. Ne do ta ndjekim këtë intervistë edhe do të rikthehemi sërish në studio. Megjithëse ka kaluar një kohë gjatë, kujtimet kanë mbetur të paharuara në kujtesën tonë. Ka qenë një natë e ftohtë të dhjetorit, data 8 dhjetor. Kishim trenet pa drita, të detyruar nga kushtet e vështira, dolëm në protest para konviktit, para godinës sonë. Bashkë me në erdhen edhe studentët e Fakultetit Inxhinierisë Mekanike dhe Elektrike, dhe të gjithë së bashku drejtuam të godina e drejtorisë konvikteve të qytetit studenti. Atje, duke dëgjuar thirrjet tona, u bashkuan dhe studentët e tjerë të qytetit studenti dhe u krijua një turmë e madhe, sa në një moment kur erdhi makina e policisë, pasi pa numrin e madh të studentëve, u detyruar të kthehej. Mbas këtij momenti, turma u rrit akoma më shumë e studentëve, konviktorë të qytetit studenti, dhe që aty morëm rrugën për poshtë drejt Tiranës. Në afërsi të liceut artistik, na ndaloi policia dhe u detyruam të qëndronim atje disa orë derisa pritëm të kthehej përfaqësia jonë nga takimi me presidentin e asaj kohe Ramiz Alia. Në momentin që u kthyen shokët tanë, atje është përdorur dhuna për herë të parë atë natë, diku rreth orës 3 të mëngjesit, të datës 9 dhjetor. Na kanë shpërndarë me forca dhe jemi detyruar të rendim, të shkojmë të kthehemi në qytetin studenti. Kur jemi kthyer, kemi gjetur godinën tonë me ndriçim. Pasi kishim 3 net, siç u thash, që ishim në errësirë. Të nesërmen e saj e lam të takoheshim të gjithë së bashku në sheshi qytetit studenti para mencës numër 7. Dhe që aty nisi protesta e madhe drejt liceut artistik para ambasadës amerikane, ku bëdhe ndërhyrja e dytë e policisë ndaj turmës së studentëve. Mbas kthimit në qytetin studenti, u vendos që të ndërpritej procesi mësimor, u parashtruan 10 pika, u paraqitën 10 pika presidentit, ku pika kryesore ishte lejimi i pluralizmit politik, dhe pa plotësimin e tyre u vendosi të mos ktheheshin bangat e shkollës. U negociuan 2 ditë, ditën e hënë dhe të martë, vetëm pluralizmin politik nuk pranonin. Të gjitha i pranuan vetëm pluralizmin politik. Dhe u detyrua pastaj në takimin e ditës së martë me 11 dhjetor, Ramiz Alia në takimin me një
përfaqësi të pedagogëve dhe të studentëve u detyrua të pranonte pluralizm politik, që në atë moment u shpall edhe formimi i Partisë Demokratike. Sigurisht që sot edhe për shkak të ndryshimeve të mëdha që kanë ndodhur në Shqipëri, edhe të mënyrës se si të rinjtë perceptojnë politikën, apo se si e shohin të ardhmen e tyre, gjërat kanë ndryshuar dhe janë krejtësisht të ndryshme ëndrat e tyre sot me ëndrat tuaja, apo gjithsesi një mesazh doja që ti jepnim të rinjve. Mesazhi që unë sot dua t'jap të rinjve, sepse unë jam prind vetë, kam fëmijë, nuk diskutohet. Dua t'ju them vetëm studioni dhe sa më shumë të studioni, në mënyrë që atë ëndër që ne nuk e realizuam dot. Ashtu si çdoni t'ju. Ta bëjmë Shqipërinë si gjithë Evropa, ta bëjmë të paktën këta të rinj. Brezi i ri, të marrin frenat në dorë, të qeverisin këtë vend, ta bëjnë këtë vend sa më të mirë, ta bëjnë të vend sa më të begat dhe sa më shpejt t'i afrohemi Europës për të bërë edhe ne pjesë e saj. Unë të falenderoj për gjithçka që ndave, falenderoj edhe kolegët tuaj, Gjergjin, falenderoj Adin, të gjithve që na sollët dëshmi të asaj dite, të atyre ditëve, se kanë qenë shumë ditë ku ju jeni bashkuar me të tjerë student nga gjithë Shqipëria, dhe natyrisht gjej rastin për t'ju falenderuar për kontributin që keni dhënë për ndryshimin e atij sistemi. Një ëndër që me gjithë pritshmëritë tuaja mund të mos jenë realizuar të gjitha, por për ne sot që e përjetojmë, natyrisht që është një nga dhuratat më të bukura që i keni dhënë shoqërisë shqiptare. Shumë faleminderit, kënaqësia ishte imja. Faleminderit shumë. Ju faleminderit. Ju urojmë shëndet edhe suksese për ju dhe për familjet tuaja. Faleminderit, gjithashtu edhe ju. Ne ishim së bashku me dëshmimtar të një kohe e cila solli një ndryshim rrënjësor për sistemin politik në Shqipëri, me ish studentët e dhjetorit për herë të parë në pak nga të gjitha. Ju falenderoj që edhe sot zgjodhët ekranin e Radio Televizionit të Korçës për qëndruar në këtë mbrëmje të shenjtës. Bashkë natë e mirë.